është e pa precedent sepse situata që ka kriju lëvizja vetëvenduese është e pa precedent. Sepse këta vetë e kanë miratu ligjin për qeverin pa vota tona dhe në atë ligje kanë shkrujt vetë që s'munët kryeministri dhe ministra dhe anëtarët e ekzekutivit me u betu si deputet. Është çështje shumë e thjeshtë. Logjika e këtyre me shkel kushtetutën me çdo kusht është logjike cila s'duhet me kalu në kuvendin e Kosovës. Nuk mundën me ardhë dhe me imponu vullnetin antikushtetues. Ka kalu kjo ku. 4 vite e kanë shkel kushtetutën çdo javë çdo muaj. Është dashur me i çunë në gjykatën kushtetuese këtë vendimet e tyre të paligjshme kundër kushtetuese. Nuk do të lejojmë me fillu kjo legjislaturë e re me shkelje kushtetuese. Me logjikën e Albin Kurtit, këtu do duhet me qenë edhe kryetarët e komunave. Me këtë logjikë edhe Bedri Hamza do duhet të ishte këtu sot deputet. Edhe këta kryetarët e tjerë të komunave që kanë qenë ngare që janë zgjedhur. Por ata e kanë respektuar kushtetutën dhe ligjin dhe kanë dhënë dorëheqje para se mu certifikuar rezultatet. Pak që e kanë shkel ligjin kur janë certifikuar rezultatet, po sot nuk mundën me dhënë betimin. Zoti Kurti le t'jap dorëheqje. Është shumë e thjeshtë. Ka me shkruar një letër me thonë jap dorëheqje prepozitës kryeministrit, bashkë me ministrat që ata duhet me dhënë dorëheqje dhe mundet me ardhë pastaj me u betu si deputet. Por kushtetuta e Kosovës para zgjedhjes dhe ligji i qeverisë që vetë kanë shkruar, nuk është ligj fare i mirë. Po është shumë ligje të tjera që janë të mira që kanë shkruar këta, thotë që s'mundet kryeministri me bëu deputet. Paramenoni situatën, sepse ju i dini këto punë, besoj, me pas dhënë betimin sot. Edhe kryeministër, edhe deputet, është jo kushtetuese. Është shumë e thjeshtë. Zoti Kurti dhe ministrat duhet me dhënë dorëheqje, pastaj vijnë bëhen deputet. Por ndryshe, në komision, vetëm 3 parti që në të kaluarën kanë qenë në opozitë, PDK, LDK dhe OK, kanë votu kundër raportit. Soi përket lëvizja vetëvenduese e lista sërbska kanë votuar bashkë në komision 2 jatë pro raportit. Dhe ju e keni edhe përfaqësuesin kryesuesin e këtij komisioni tha. 3 parti kanë votuar kundër, kanë votuar bashkë me listën sërbska në komision pro. A janë prish rrugës, a kanë pas mosmarrveshje? Unë nuk mund mi marrë si të mirëqena spekulimet e anëtarëve të ish qeverisë dhe të qeverisë aktuale që thonë i kemi kaq vota, i kemi aq vota, po këto janë çështje tyne, janë tona. Krejtë. Zoti Abrashi tha se kemi dërguar letrën e komision për dorëheqjen e qeverisë të kryeministit. Cilat është vërteta? Kush po gjen? Po s'është dorëheqja ajo, ju e keni në media këtë lexon apo ju duket dorëheqja që ajo? Ai pi referohet, më falni, hajt shkoni pyetni në KQZ. A ka me 27-in që po i referohet aty në datë, a ka njoftim? Kur njoftim nuk ka në KQZ për kryeministri Kurti me thonë kam dhënë dorëheqje, nuk japet dorëheqja në KQZ. Dorëheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se ky kuvend ka zgjedhur herën e kaluar. Nuk është dorëheqja ajo zoti. Ju mundi më thonë çka dëni, por nuk është dorëheqje. Po mendoj mundi më referu çka kanë thonë ata. Qysh? Na nuk e kemi bojkotu, na kemi votu. Vota e deputetit është vote lirë. E kemi treguar arsyen pse. Dhe këtu pak para unë ju thash, veç le të shkon zonia, le të jap dorëheqje, le të kthehet. Edhe prap, atëherë ka kuptim. Pa atëherë s'mund më kthy edhe kryeministri. S'mundet me marrë edhe pozitën e deputetit dhe pozitën e kryeministrit. Kushtetuta nuk ja lejon. Jo unë. S'është vullneti im, është kushtetuta. Më falni asë një dorëheqje formale, asë se kom po, asë nuk ekziston deri në këto momente. Nëse ju e keni pasë, ju i merrni informatat dhe para neve, tregomni, po unë nuk e di. Dorëheqja është unë, filan fisteke, jap dorëheqje nga pozita kjo. S'ka kësi letre, që kjo është dorëheqje. Nuk është dorëheqje qërë se kom shkrujt me në status të Facebookit, që im ka kalu mandate e tjere. Abrashi publikoi dorëheqjen para komisionit. Po s'është që kjo dorëheqje, më falni, unë e këtë dorëheqje, këto në komision, është një letër ku ai zotni kryeministri në detyrë, por jo i dorëhequr. Thot, unë i kom pas njoftu KQZ-n. Ku është njoftimi? Kërkush se ka pas njoftim, as KQZ-ja, as ju, as unë. A mundem me citu, po e përcjell zyrtari. E po tash ka ndodhur, po. Nga posti ekzekutiv, vetë efektiv që nga data e lartësisë. Po dhe? Në varë përzimje tok fjalësha që s'thojnë asgjë. Po e përcjellin njoftimin, cilin njoftim? Ku është njoftimi? Jam efektivisht i dorëhequr, jo efektivisht si e dorëhequr.
shkruaj dorëheqje në rregull është çore ka ndonë kryeministra të më herët dorëheqje, edhe kanë ejtë në zyre, po s'ka pas ligj qeverisë. Këta më kanë shkruar ligjin vetë që o kemi bona. Vetë kanë shkruar ligjin për qeverinë. Ligjin për qeverinë që e kanë shkruar e që po e përsëris. Është ligj jashtëzakonisht i dopt, i shkruar keq, i gabushëm, s'ka logjik kushtetuese, ligjore, shtetënore, institucionale. Këta janë peng të atij ligji. Nëse thonë kemi gabu që kemi shkruar këtë ligj, ose shpollin pavlefshëm që s'mundën, atëherë është çështje tjetër. Por bazon ligjin e tyne, që është ligj tash i shtetit, dhe mbi gjitha në kushtetutën, nuk mundet një antar i qeverisë me qenë edhe deputet. Kjo është kaq e thjeshtë. Kaq është e thjeshtë. Edhe një pyetje, çfarë shembulli është ky për qytetarë kur ligjvënësit i bëjnë lajka qoftë ligjeve, kushtetutës së kuvendit? Po fatkeqësisht është shembulli jashtëzakonisht i keq që këtu 4 vite ka ndodhur se deri para 4 vitesh kur Albin Kurti u bë kryeministër, bile 5 me herën e parë, nuk e di 2-3 herë a ka pas situata që shkel kushtetuta e vendit. Prej kohës kur ky është kryeministër janë ja 12 herë që vetëm na kemi fitu raste. Kështu që është shembulli më i keq. E çka ke sot e papranueshme ishte që deshen me fillu legislaturën me një shkelje të re kushtetuese. Pastaj ju po thuni ose ata po thojnë opozita, po mira se kanë këta shumicën a? A kanë shumicën këta? Ku e kanë shumicën? Ku i kanë 61 vota? Që sot ditë po thënë që e kanë 61 vota, kanë me zgjedhë kryetarin e kuvendit, që kanë me zgjedhë qeverinë. 52 edhe 61 janë nën vetë ma pak. A mendoni se është e qëllimshme kjo që po bëhet? Sipas jush? Nuk e di së është çështje unë me dhona vlerësim vetëm mëj me ta tregu që sot ne kishim bërë shkelje. Ne nuk mundemi me për ligj, me votën tonë, me mandatin që na ka dhënë qytetarët një shkelje kushtetuese me vetdije. Kjo është arsyeja pse unë besoj sot ka qenë e qartë. Por ta hyjnë shumë të sigurt se këta, po them, në mbledhjet komisionit, 3 parti kanë votu kundër, se janë pajtu, pas debateve, pas arsyetimeve, se janë pajtu me raportin. PDK, LDK, OOK, vetëvendosje, lista sërbe, edhe të tjerët, kanë votu krejt bashkë, kanë votu pro. Çka ju ndodhi deri sa erdhën se onë, çka nuk du me spekulu, a jënë marrë vesh, as jënë marrë vesh, a kanë pas situata tjera, por 52 deputet, ku janë 61 deputet. Për menimin tam, problemin kryesor ta se kanë pse dështoj kjo. Problemin kryesor se sot u po që Albin Kurti dhe vetëvendosja i kanë 52 vota. Kjo është fuqia aty në politike aktuale. Në fakt ata po thojnë opozita po ka frikë dhe po qëllimisht po e bllokon procesin. Po nuk ta sqaroj se s'është puna jame, unë ta sqaroj pozicionin e PDK-s. E kemi thonë, zoti Gruda, deputeti ynë e ka ngritë këtë temë edhe këtë çështje në komision. Është mbështet pastaj edhe për LDK-s, edhe për OK-s. Sepse është kushtetuese, shikoni materialet që i kemi marrë, shkru nuk mundet me qenë deputet, pika parë thot kryeministri, ministrat, pastaj thot kryetarët e komunave, pastaj thot kryeredaktorët e ku e diun. Më falni, me logjikën e këtyne sot ne e kishim pasur edhe Bedri Homzën këtu. Njeriu më i votumi PDK-s. Edhe i ish opozitës. Kandidati jonë për kryeministër. Pse nuk është Bedri Homza këtu? Është sepse ka respektu ligjin dhe kushtetutën, ka dhonë dorëheqje, sepse e din që s'mundet me e dhonë betimin duke pas pozicion ekzekutiv. E këta po dojnë edhe ekzekutiv edhe legislativ. Po jo, se s'ndodh kjo me një vend demokratik. Unë mendoj që soi përket gjykatës kushtetuese sot lënda ekziston, sepse ka ndodhur në veprim, është marrë një mbledhje, është marrë një komision, e ka një raport, nuk ka kalu, lëndë ko, nga ajo që dëgjova kryesuesin e seancës, ai thotë që tash do t'ja dorëzojnë presidentës. Thonë drejtën sot nuk e di cilat janë kompetencat e kujt, është çështje që do ta trajtojnë. Ajo që mund t'ua them unë është që çdo vonesë me konstituu institucionet është humbje për Kosovën. Ne thrasim sot, sa më herët zotin Kurti, le t'jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë kuvend. Le të vinë kuvend, po le t'japin dorëheqje. Nuk japet me Facebook e me referime këtë njoftim, atë njoftim. Jap dorëheqje propozitës kryeministrit,
ata tjerë për pozitave të ministrave, e tjerë, let vinë këtu, kalon në rënd situata. Po pa ndryshu konteksti, pa ndru faktet, pa ndru situata legale, nuk mund me ndru vota jo. Po? Po ata dosh me thonë ndërheqje herët se ligji që kanë shkru vetja u ka kërku një gjatë tillë. Kushtetuta po ashtu, unë besoj që nëse kanë një troh përgjegjësi dhe nëse kanë vërtet që dëshirojnë me i kriju institucionet, të paktën ku vendin ku kemë përgjegjësinë e përbashkët, ata do duhet sot me thonë ndërheqje, edhe me umbledh, na mujmë edhe sot me umbledh. Me umbledh edhe nesër, ne jemi të gatshëm çdo moment, ne kemi prit, ne jemi konë jashtëzakonisht të zhgënjym pse është zgjat ka shumë ky proces, kemi ardhur deri sot me konstu. Ne jemi këtu me konstu kuvendin. Ne kemi ardhur duke besuar që sot votuat edhe kryetari edhe nën kryetarët, përveç që jepet betimi dhe që fillojmë me hy në procesin kushtetues të krijimit të qeverisë. Por po duket që këta me 52 vota janë larg prej një situatë të tillë. Akuzoj opozitën që po e bllokon procesin. Duke u referuar në letrën e dorëheqjes që e ka dërguar që Po aty në edhe kur s'ju pëlqen, mote, ata e akuzojnë opozitën. Ata e kanë kryer mandatin të e pas pushtetin absolut, të mos mujt 2 punë me kry të thonë opozita s'po na lën. Të e pas shumicën absolute, të e pas kontroll total pushtetit legjislativ, ekzekutiv, një ku besa në presidencë, në çdo institucion edhe opozita. Cila opozita? Sot s'ka opozitë. Sot jemi deputet të barabartë. S'dihet kush është opozitë. Partia fituese tha që kanë emër të ri për kryetarin e kuvendit. Ju ja u thonë ka qenë deri tash. A ka biseduar me juve si Ja, s'është punën, në s'kam biseda me ata. Ata janë mirë se ardhen me ardhë me propozu. So ma shpejt, sot, jep dorëheqje, hajde e mojmë seancën, propozoj kryetarin, zgjedhë, i propozojmë në kryetar, hymë pastaj në proces kushtetues edhe këshyrim kush e bën qeveri. Unë jo kam thonë gjithmonë, ne në rrethon, në asnjë mënyrë nuk do të luajmë rol bllokues. Ne kërkojmë sot me vazhdu seanca nëse zoti Kurti jap dorëheqje edhe me shku tutje. Neve na duhet me konstu kuvendin, me zgjedh kryetarin, me zgjedhën kryetar dhe pastaj me hym procesin kushtetues. Jam i bindun pe kësaj që është sot me 52 vota që zoti Kurti nuk mund e bën qeverinë. Ne jemi të gatshëm në rastin e dështimit të tij, menjëherë me marrë përgjegjësinë me partitë që kanë qenë në kaluarën opozitë dhe me komunitetet pakistë Kosovës që ta bëjmë qeverinë e re. Jo, me listën serbe jo, po me komunitetet tjera mjaftueshëm ka mundësi për me pas një shumicë solide e cila jep një qeveri të re me Bedri Hamzën kryeministër. Faleminderit shumë.